Zhvillimit mediave në Kosovë nis me aton që tha Halili me gazetë partijake. Lindja ishte gazetë organi lidhjes komuniste dhe organi lidhjes popullit punonjës, pra ishte organ partijak. Po organ socialist. Kia nuk nënkupton që ka qenë gjithçysh e keqe, por e ka shty agjendën e partisë edhe ka punu në funksion të partisë, pavarësisht se ka pas edhe të mira aty. Pra nuk mund ta shohim bardhë dhe zi, ka pas koloret aty edhe ka pas gazetar të jashtëzakonshëm, tema të jashtëzakonshme. Prej vitit 1997 ose edhe pak ma herët, kemi funksionimin e media sipas teorisë së përgjegjësisë sociale shoqërore. Pra media e ndjek interesin e shoqënisë e nuk e ndjek më interesin e partisë. Mund të themi që nis deri diku me kohën ditore dhe me Kosovën sot, edhe vazhdon me mediat e mas luftës ku funksionojnë po ashtu në bazë të teorisë së përgjegjësisë shoqërore. Pra mediat nuk i nënshtrohen më a priori politikës biznesit, por e ndjekun ose në parim funksionojnë me këtë ide pavarësisht defekteve edhe shmangjeve. Sot, kur po flasim, edhe kur po e dëgjojmë edhe narrativën, tregimin e kolegëve këtu, e shohim që roli medias është rrit edhe më shumë. Edhe për faktin se sot kemi secili media sociale. Pra, ka një konkurrencë tepër të madhe, po janë veç gazetarët